Zelenski, mos mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mori para nga Biden si karamele nga një fëmijë. Presidenti amerikan Donald Trump në një intervistë në Fox News është shprehur se Zelenski është mos mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndihmën ushtarake të dhënë në 3 vite. Ai tha se presidenti i Ukrainas mori para nga administrata e Joe Biden si karamele nga një fëmijë. Unë nuk mendoj se ai është mirënjohës. Ne i dham $350 miliardë dhe ai flet për faktin se janë ata që po luftojnë dhe janë të guximshëm sepse dikush duhet të përdor armë, tha Trump. Presidenti amerikan theksoi gjithashtu se ai ka qenë shumë i ashpër me Rusinë, më i ashpër se kushdo që ka qenë ndonjëherë me Rusinë. Ndërkohë nga ana tjetër, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka deklaruar se do të shkojë në vendin e lindjes së mesme të hënën për të takuar princin e kurorës Mohammed bin Salman. Pas vizitës së tij, ekipi i Ukrainas do të qëndrojë në Arabinë Saudite për të punuar me partnerët amerikanë.